për fëmijët që vaksinimi me mbrojt prej smundjeve cilat mujnë me ardhë. Po fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk e di cilën muj me përdor në këtë rast, te unë ka pas një efekt tjetër, ku prej momentit kur e ku marë, dhe më thonë më është bo vaksinimi, unë e kum fitu paralizën e fëmijëve ose diagnozën poliomilitis, që për mu ka qenë normalisht sfida gjithë rrugtimit tim dhe zhvillimit tim, ama është edhe një diçka që shpesher unë bëhet pyetja, a e menon vetën pa aftësi në kufizume, edhe ndoshta krejt çuditën me përgjigjen tam për shkak që unë sinqerisht nuk e menoj vetën pa aftësinë tam të kufizume, edhe nuk e di ç'është kish me qenë jeta jam pa problemin tam fizik, se nashta krejt e kjo ka ndiku fakti që e kum fitu me një moshë jashtëzakonisht shumë të vogël, edhe jom rrit edhe kum bashkjetu me problemin cilin e kum pas. Po normalisht, edhe pse në fillim gjendja ka qenë ma e ranë, po mbështetja e familjes edhe kujdesi jashtëzakonisht shumë i madh i tyne, edhe pse jemi kanë kohë lufte, ka bo që unë me zhvillu jashtëzakonisht shumë vetën tam në aspektin fizik, edhe sot me qenë komplet e panvarur edhe me bo një jetë panvarur. Edhe pse e kom paralizën, unë eci, kry obligimet e mia, vozitis edhe në emision erdha vetë, dhe më thonë, unë e kum arrit me qenë 100% e panvarur sa i përket obligimeve dhe gjithë jetës time. E mba mend vetën si të vogël me paralizën edhe normalisht je mësuar t'jetosh në këtë mënyrë. Dhe gjitha sfidat që mund të kenë ardhur pikërisht për shkak të kësaj gjendje, ti ke te i kalu edhe tashmë të janë bërë pjesë e jetës. Po, realisht, ato kanë qenë normalisht sfida, ama për mu konë një përditshmëri, cilën unë çdo ditë i kum pas problemet e njëjta. Ndoshta për mënyrën që shumë jom adoptua dhe ku marrë, kum pranua aftësinë tam të kufizume, normalisht për pas familjes ka shumë dorë në aspektin pozitiv edhe rrethi edhe shoqënia ku unë jum rrit edhe ku unë kum bashkjetu me ta. Unë e maj men vetën kur jum hin klasën e parë edhe e kum pas një suport jashtëzakonisht shumë të madh prej mësuesës time të parë edhe prej gjithë klasës, se normalisht prej klasës ka ardhur prej mësuesës, mësuesja ka arrit me i eduku edhe fëmijët e tjerë për me u bë pranimi jam në shoqëni ashtu. Edhe kjo ka qenë komplet fati jam i mirë që gjatë gjithë kohës edhe shkollës fillore, po edhe shkollës mesme unë jum rrethu me njerëz cilët e kanë pranuar egzonën për ato çka është edhe çka mundet me dhanë kontribut në shoqëni. Se normalisht, për një person me aftësi të kufizuar, sidomos fizike, gjëja më e rëndësishme është që me pas mbështetjen e familjes, po edhe të shoqënisë edhe të rrethit cilët rrethohet, se jeta normalisht që ka sfida. Shumë e vërtet. Zakonisht shumica gëzojnë për krahjen e familjes, por jo gjithmonë të shoqërisë. Çfarë mendimi keti për shoqërinë kundrejt personave me nevojat veçanta? Unë kisha thonë që ka edhe raste kur edhe nuk e gëzojnë edhe mbështetjen e familjes. Për shkak që unë e thash pa i bon 19 vjatë, kum fillu aktivitetin tem, kur kum marrë në studime në Prishtinë, kum fillu aktivitetin tem në organizat, në hendikas nivel qendror, edhe e di jashtëzakonisht mirë se, do me thonë, normalisht kemi raste ku e kanë supportin e familjes, maksimal, që kum pas fatin me e pasun, po edhe ka raste fatkeqësisht që